Federata e Handbollit e Maqedonisë ka vendosur që të mos lejojë vajtje në Kosovë, por çfarëdo turneu handbolli, qoftë e ekipit kombëtar, ashtu edhe të ekipeve të ndryshme të gjitha moshave. Lajmi është bërë publik të hënë nga mediat maqedonase, duke u referuar një deklaratë të dhënë nga sekretari i përgjithshëm e Federatës Maqedonase të Handbollit, Marian Achevski. Sipas këtij zyrtari të Federatës Maqedonase të këtij sporti, vendimi për të bojkotuar të gjitha aktivitetet e handbollit të ekipeve maqedonase në Kosovë merret pas incidenteve që ndodhen së fundmi në muajin shkurt në turneun Pavarësia 2012, ku u dogjën 2 flamuj maqedonas gjatë një ndeshje mes ekipeve kombëtare të U20 mes Kosovës dhe Maqedonisë. Në këtë mënyrë ekipet e para që anullojnë pjesëmarrjen e tyre në një aktivitet organizuar në Kosovë janë skuadrat e Vardarit dhe Kumanovës, të cilat kishin shprehur përqindjen e tyre për të marrë pjesë në aktivitetin e datës 8 mars në Gjakov, organizuar nga klubi vendas Shqiponia. Tani pas vendimit për bojkot të aktiviteteve të handbollit në Kosovë, marrë nga Federata Maqedonase, ekipet e Vardarit dhe Kumanovës nuk do të jenë në këtë turne të përvitshëm në Gjakov, ku ekipet maqedonase kanë marrë gjithnjë pjesë.